Profeti sallallahu alaihi wasallam ka urdhëruar të kemi modesti. Ka thënë në hutbën e tij: "Ala inna rabbi amarani an uallimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha." Me të vërtetë Zoti im më ka urdhëruar që t'ju mësoj atë që ju nuk e dinit, prej gjërave që mi ka mësuar sot. Dhe hadithi vazhdon dhe më pas thot: "Wa ahlul jannati thalathatun, dhu sultanin muqsit, mutasaddiqun muwaffaq, wa rajulun rahimun, rafiqul qalb, li kulli dhi qurba wa muslim, wa afifun mutaaffifun dhu iyal." Banorët e xhenetit janë 3 llojesh. I pari, njeri që ka qenë me autoritet, i drejt, dhënës i sadakave dhe i suksesshëm. Lloji i dytë, njeri i mëshirshëm, zemër butë me çdo familjar dhe musliman. Dhe lloji i tretë, njeri i ndershëm, i ruajtur, që nuk lyp dhe që ka fëmijë. Domethënë i varfër dhe me familje më të madhe, por që nuk e shtyn të fitojë në mënyrë të pandeshme ose që t'i lyp njerëzve. Dhe më pas në hadith thot: "Wa inna Allaha awha ilayya an tawada'u hatta la yafkhara ahadun ala ahad wa la yabghi ahadun ala ahad." Me dhe vërtet Allahu më ka zbritur shpallje. Pra më ka zbritur shpallje me urdhrin: bëhuni modest, në mënyrë që të mos kenoheni njëri mbi tjetrin dhe të mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. E ka transmetuar Muslimi.